njeriu brenda 24 orëve i përpunon mbi 60.000 mendime. Dhe fatkeqësisht 60% e tyre janë negative. Dhe kjo është arsye pse shumë njerëz vuajnë. Kjo është arsye pse shumë njerëz janë të palumtur. Kjo është arsye pse shumë njerëz janë të pasuksesshëm. Kjo është arsye pse shumë njerëz janë të varfër. Kjo është arsye pse shumë njerëz mendojnë se e meritojnë të jenë të palumtur, të jenë të varfër. Prandaj ne duhet të kemi shumë kujdes me mendime, sepse andej mendimi është energji. Pra kur energjia has në rezistencë, krijon një emocion. Dhe ne duhet të kemi shumë kujdes atë emocion sa japim forcë. Çfarë emocioni është, cili është qëllimi i tij, pas ka rëndësi çfarë emocioni është, por ai duhet ta ketë një kufe, duhet ta ketë një ndalesë, sepse përndryshe atëherë pushtetin fiton mbi ne. Dhe në raport me emocionet, ne jemi ata që duhet vëmë kufe, ne jemi ata që duhet vëmë pushtet mbi të tjerë, jo ata mbi ne. Prandaj duhet të kemi shumë kujdes se çfarë mendojmë, sepse ato që mendojmë nga shkon mendimi shkon energjia, pra kanalizohet energjia. Nëse ne mendojmë diçka të gabuar, diçka negative, atëherë gjithë energjia e jon shkon në drejtim të saj. Dhe pastaj gjithë qenia jon shkon në atë drejtim, sepse na tërheq zvarr. Pra shumë duhet të kemi kujdes se çfarë mendojmë, si negative si pozitive, sepse cilësia e jetës sonë përcaktohet nga mendimet tona. Pra në një farë ne njerëzit jemi lëngu i mendimeve tona. Pra jemi produkt i mendimeve tona. Dhe nëse pyesim dikon si jemi ne, kush jemi ne, ku jemi ne, ne jemi pikërisht ata çfarë ne mendojmë. Jo që mendojmë që jemi, por ata çfarë ne mendojmë. Pra mendja jonë e përcakton cilësinë e jetës sonë, statusin e jetës sonë dhe gjendjen e jetës sonë. Pra duhet kemi shumë kujdes me mendimet.